Kuptuar seriozitetin e organizatës kriminale. Se fakt, duke bërë publike këtë, nuk se duam të rëmi njerëzit, do të informojmë njerëzit, ndoshta japim dhe i dorë dhe policisë, këtë jo, ata e din. Organeve specializuar, se sigurisht policisë ka qa pun ka. Ka një regji, Karança, pra do më thënë, përcaktohet objektivi, e para njerë, për çfarë tarifash bëhet fjalë. Pra, për të eliminuar një personazh të këtyre dimensionave. Në fjalë tarifat e shënjesës, ta e vrasë me pagesë, apo janë banda rivale, si ndajmë dot? Ili ka një informacion? Të dyja rastet, si ngjarjen e Lezhës, apo janë hakmarrës? Me pagesë, janë vrasës me pagesë. Vrasë, bukur. Atë, këta vrasës me pagesë. Të financuar nga persona të tretë. Okej. Tani jemi mësuar të kuptojmë që kur policia bën një aksion zoti Karamuço, bën një aksion kompleks, ka një sallë operative, apo? Në sallë operative mblidhet një orum, pra mblidhen të ekspertë, thonë, do futemi këtu, do dalim këtu, do dalim nga kjo rruga këtu, do bëjmë të bypassing këtu, do bllokojmë të këtu dhe do i kapim, supozojmë. Tani, këta, dhe dua që të gjithë marrin pjesë në këtë debat, tani këta që kanë marrë 500.000, 1 milion, 200.000 euro, për të bërë, për të realizuar eliminimin e kësaj shënjestre. Kanë ta një sallë operative? Kanë to kamerat instaluara? I kanë. To kanë radio policie. Madje... Tani fillojmë nga qa kanë, mi thoni juve se... Karamuço është mund të them vetëm një gjë që e ka kërkuar policia kriminale dhe akoma shteti nuk ka financa për t'ia garantuar. Ka kërkuar që në çdo aeroport pikufitare, toksore dhe ajrore, detare, çdo gjë, të ketë një kamera e cila verifikon persona të cilat janë të regjistruara në kartelet e policisë së shtetit. Pra janë persona me rrezikshmëri, por nuk e kanë, pra. Jo, çfarë kanë organizatat kriminale? Do fillojnë ndryshon. Çfarë kanë në disponim ato? Kanë sallë operative? Kanë radio policie. Kanë njerëz brenda polici. Dhe dëshmitet penduar drejtësisë në marrë, patjetër. S'ka nevojë me pas shumë materiale zhej se kanë policët vetë. Inkriminimi policisë. Kanë prokurorët, kanë policët, kanë gjyqtarët, po pse duhet të ndërtojë? E pak fjalë kanë shtetin, kanë dhe politikën? Ordo? Kanë dhe politikën? Ari po kalon, jo më mirë, dakor. Ja ta bëj lidhem se kanë politikën, ta them shkurt. Jemi në fushatë zgjedhore, më falë se ndërpres. Jemi në fushatë zgjedhore. Në fushatë zgjedhore politikën dyhet kahët për të marrë vota, për të fituar pushtet, kemi parë raste që bën njësh edhe me krimin për të marrë vota. Dhe kur vjen momenti... Kjo është teorike dhe praktike, po. Ka trënguar dosjet në start. Dhe kur vjen momenti, kanë ndikuar dhe në vendosjen e emrave në listë për deputet. Dhe kur vjen momenti që zgjidhen drejtorët e qarqeve të policisë, atëherë zgjidhen nga drejtues politik. Këto drejtues politik që kanë ardhur në atë pozicion që janë ndihmuar edhe nga krimi dhe për të zgjedhur një drejtues qarku marrin edhe mendimin e politikës, e dim shumë mirë. Marrësh. Kështu që është një trinom i përbashkët polici, shteti, krim dhe politik. Kështu funksionon. Kjo është e vërtetë, do ta themi troç.